A e di pse disa njerëz nuk të pëlqejnë, sepse nuk luan sipas rregullave të tyre, sepse thua atë që mendon, sepse nuk u bën qefin të gjithëve vetëm për t'u pranuar, dhe kjo i trem, ti je shumë i drejtë për drejtë. Ata preferojnë të dëgjojnë gënjeshtra sesa të përballen me të vërteta të pakëndshme. Ti ndjek rrugën tënde, ata ndjekin turmën, sepse u duket më e sigurt, ti nuk shtiresh si i mirë kur nuk e ndjen vërtet. Dhe pikërisht kjo të bën të rrezikshëm në sytë e tyre, thonë se je tepër, shumë i sinqert, shumë i zëshëm, shumë ndryshe, por çfarë duan të thonë në të vërtetë që nuk mund të kontrollojnë, dhe këtë nuk e durojnë dot. Prandaj flasin keq për ty, të përjashtojnë, sillen sikur problemi je ti, por e vërteta është ndryshe, problemi nuk është i yti, është i tyre. Shumica e njerëzve të pëlqejnë vetëm kur e zvogëlon veten, kur nuk thua gjëra që tronditin bindjet e tyre, kur përshtatesh që ata të ndihen rehat. Pyetja nuk është pse nuk të pëlqejnë, pyetja është pse duhet të interesoj fare, sepse në fund të ditës nuk do t'i kënaqësh kurrë të gjithë, prandaj pse të mos jesh thjesht vetvetja, por më thuaj, a do të ndryshosh veten vetëm që të pranojnë, apo më në fund do të qëndrosh besnik ndaj vetes, pavarësisht se kush qëndron dhe kush largohet.